Mirë dita mitemi të YouTube-it. Sot do të prezantoja një shall që e ka bërë një studentja ime, e cila është edhe vajza ime. E ka punuar për herë të parë, e ka punuar vetëm kështu drejt ose si I themi ne kokororizi, por mirë e ka punuar mirë, edhe ka për herë të parë, por këtë mbylljen nuk e ka bërë tamam, si e ka mbyllur. I thash unë do të hash nga 2, ajo ka hangër nga 2 të gjitha, derisa u mblodh kjo edhe ngeli mbyllja këtu në mes. Tani do t'ja u shpjegoj se si bëhet kjo mbyllja, se më kam pyetur edhe të tjerë si bëhet mbyllja te çorapet, domethënë mbyllja te çorapet edhe te trikot e te shalt është e njëjta mbyllje. Edhe është shumë e thjeshtë, edhe më ndihni në kanalin tim të YouTube-it Luiz Zadori për të parë se si bëhet mbyllja e trikove, shalleve dhe çorapeve. Shikoni çfarë mbyllje ka bërë, spektakolare. Ju ka ndodhur herë kjo gjë kështu? Shikoni. I ka kapur kështu. Merë 2. I 2. Ka kapur pastaj 2 prap, 2 prap, dhe sa I ka ardhur këtu në mes. Unë ja kam shpjeguar që do I kapësh 2, po një mbajt në shtizë, e kapet tjetra. Se kur ha 2 të del 1. Edhe për të shqepur me zi po e shqep. Me zi do ta rregulloj tash. Tani e futëm shtizën në që e shqepa. Tani do punoj një rjesht se edhe ku futet këto në shtizë do t'i gjeni krahun e këtyre fyçkave, se dalin për së mbrapçi. Se dërtoj që kësyçkat, prandaj po e bëj këto kështu, se na del keq pastaj shalli. Ose mund ta bëj kështu. Mund ta punosh në këtë mënyrë që merr nga poshtë që drejtoj kësyçkat. Se si punë e ka bërë mirë, po e ka bërë dhe me shtiza të holla. Me kujdes për të parë se si bëhet mbyllja. 2 të parat I marrim kështu bashkë. Hiqe dorën që nuk shikohet. 2 të parat I marrim kështu, I nxjerrim. Doli 1. Tashi, këtë shtizën që kam këtu e fus te kjo këtu, edhe këtë shtizën tjetër e fus këtu. Hiqe prap dorën, hiqe dorën. Del prap 1. Shikoj me kujdes. Këtë shtizën që ka fyçkat e fus këtu. Nga mbrapa kësaj, edhe të tjetër e fus marr një syç tjetër këtu. I hedhim lak edhe e nxjerrim. Ja prap, këtë syçka që ka, shtiza që ka syçkat e fusim këtu na mbrapa. Këtej përpara marrim të syçkën tjetër, shikoni? Kështu. Gjithmonë. Hajde, del 1, do marrë dhe një tjetër këtu, I bashkon të dyja bashkë. Ja sa kollajshme, po nuk e një... Hiqe pak të dorën, ndaj se përkon e dorën. Kur e bën veprimin, hiqe dorën ndaj. Ja me kujdes. Kështu. Tjetrën këtu. Marrë një syçkë. E shkoni? Me nga dalë. Hedhim fije. Edhe nxjerrim si zakonisht. Sikur punon. Ja dhe njerë. E fusim këtu te kjo shtizën. 1. E një tjetër. Si I thonë sa I futë 1 majtas 1 djathtas. Ja. Hedhim fije. Edhe nxjerrim. U bë mbyllja. Do të shmoni tani fundi se si ta mbyllim. Edhe këtu tash? Tash ne nuk mund ta pusim këtë fijen kështu. Op direkt, se po e putum direkt, kjo do shqepet.
punojmë dhe një, si punojmë me grep për shembull, e punojmë edhe me këtë, e këpusim, ose pres me gërshër, ja. Hop, e të rritim kështu lartë. Për siguri, mund ta lidhim këtë fjen këtu në fund. Se nuk janë ajtë kollajshme, si shtiza dhe grepi kanë ato rëndësit e veta. Ja, kështu. Edhe kur e mbarojmë këtë fjen, e fusim me grep këtu na mbrapa, edhe që nuk dallohet. Pastaj po të doni i bëni xhufka këtyre, që sa e bukur që doli. Kjo është mbyllja. Është edhe mbyllje tjetër që bëhet edhe me grep dhe me shtis, do ja tregoj atë se del shumë e bukur dhe ajo. Miru dëgjofshim në videot e radhës, i lumshin duart edhe Dorianës, që e ka bërë këtë salladin kaq të bukur për herë të parë. Edhe me kaq e mbyllim këtë videon.